إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Gjithë falënderimet dhe lavdërimet I takojnë Allahut xhalla xhelaluhu, vetëm ata falënderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë, kurse salavatet dhe selamet në këto dita madhështore I përcjellin profetit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër musliman, jemi aktualisht në disa dita shumë të mëdha dhe të vlefshme në një kohë të cilën e ka dalluar Allahu xhalla xhelaluhu dhe e ka zgjedhur për ne dhe I ka favorizuar këto dita në të cilët gjendemi na mbi të gjitha ditët tjera të dunjos, të cilët janë ditët më të vlefshme të kësaj bote, ditët më të mëdha dhe ditët më të dashura të Allahu xhalla xhelaluhu, që në këto dita bëhen vepra të mëdha, ku Allahu xhalla xhelaluhu në këto dita I don veprat e robëve të Tij. E këto janë 10 ditët e para të Dhulhijhes, të cilët gjenden në muajin e shenjtë të Dhulhijhes dhe janë ditët më me vlerë të kësaj bote, ashtu sikur që na potencoi pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam në hadithin të cilën e transmeton Bezari nga Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, fa afdalu ayami dunya al-ashr, ditët më të virtytshme dhe më të vlefshme të kësaj bote janë këto 10 ditët e Dhulhijhes, ditë në të cilët shumica e njerëzve I neglizhojnë, pak gjen nga muslimanët të cilët shtojnë zell dhe punë dhe ibadet në këto 10 ditët. Jemi futur mo vetëm se gati jemi duke I përfunduar këto ditë të vlefshme, por nuk shohim ndryshim në mesin ton, në mesin e muslimanëve, që të I vlerësojnë se janë dita të vlefshme shumë. Derisa transmeton Imam Ahmedi dhe Tabaraniu nga Abdullah ibn Omer radhiyallahu anhu, I cili tha se ma min ayamin a'zamu inda Allah, nuk ka dita më të mëdha te Allahu xhalla xhelaluhu dhe më të dashura te ato vepra që bëhet në këto dita te Allahu xhalla xhelaluhu se sa këto 10 ditët e para të Dhulhijhes. A kurse ne I neglizhojmë vëllezër dhe në të cilat dita gjendet vlera e madhe, nuk gjendemi në veprat e adhurimeve të cilët tu bohen në këto 10 ditëshin e parë të Dhulhijhes. Derisa hadithin të cilën e transmeton Imam Buhariu nga Ibn Abbas radhiyallahu anhu, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allahi minhu fi hadhihi al-ayam al-ashr. Nuk ka dita që vepra në to që veprohet, cila do vepra e mirë që veprohen to, që është më e dashur te Allahu xhalla xhelalu se sa këto 10 ditët e para të Dhulhijhes. E të pranishmit I thanë ja Rasulullah, po as xhihadi në rrugën e Allahut xhalla xhelalu, që është vepra më e lartë dhe më e madhe dhe më e vlefshme, më e virtueshme, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wala al-jihadu fi sabilillah. Në këto 10 dita
dhe as gjihadin rrugën e Allahut xhel xhelalu, përpos ai njeri i cili del me vetveten e tij dhe me pasurinë e tij dhe nuk kthen me asgjë nga ajo. Por ndryshe, në këto dita veprat më të mëdha të cilët bëhen o vëllezër janë më të dashurat e Allahu xhel xhelaluhu, ne të cilët i neglizhojmë. Ti i cili ke humbur rrugën dhe ke humbur zellën e punës së adhurimeve, të namazit, të Kur'anit, të sadakas, gjitha veprat të cilët janë të mira në këto 10 nëse veprohen janë shumë të dashura te Allahu xhel xhelaluhu. A thua ku na gjen Allahu xhel xhelaluhu në këto 10 të cilën jemi? A na gjen në safin e parë apo nuk na gjen? A na gjen në xhami apo nuk na gjen? A na ka parë Allahu xhel xhelaluhu në namazin e sabahut këto 10 dita në xhami? Apo për fat keq shikoj se në namazin e sabahut në këtë 10 ditëshin ma të zbehat muslimanët e tu. Mas pak ti dalin namaz sabah me xhamat në këtë 10 ditëshin e po. Edhe pse në të tjerat i kemi parë elhamdulillah, pse ta bën ma të vështirë shejtani të ta humb këtë vlerë që e kien në këtë 10 e madh i cilët është me të vërtet ditët më të dashura, më të vlefshme, më të mëdhaja te Allahu xhel xhelaluhu. Pyete veten tonë pse privohesh në këtë 10 e parë të Dhulhijhes, mos t'jesh në xhami, mos t'jesh në vepra të mira, mos t'jesh në adhurim. A në këtë 10 dëshiron më shumë që të veprojsh dhe të angazhohesh për dunja se sa në dita tjera, në to vlerësohesh o vëllezër. Njëti namaz që e fal, një sabat që e fal me xhamat, jashtë atë ditave ti kish problemin e madh. Po në këtë 10 shumë shpërblimi madh. Ta donë Allahu xhel xhelalu veprën tonë të cilën e bën. E ti pastaj nëse ja bën qefin vetit e i humb këto 10 dita me të vërtetë se është ai i cili është humbur nga mirësitë që i humb veprat e mira të bëra në këto 10 dita. Lutim Allahun xhel xhelalu që Allahu të na vetëdijson dhe nga rruga e tij të na drejton e adhurimet të na i dashuron, se në këto 10 bëhen shumë adhurime o vëllezër, si namazi, si dhikri, si përmendja e Allahut, si kur që të jesh nga ata që jep sadaka, si mbajtja e lidhjes, edhe të gjitha të mirat të cilët njeri i ban, duhet që të shton sa më shumë e të merr shpërblime më të mëdha. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله العلي الأعلى والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه واقتفى وبعد. Të nderuar vëllezër, gjithashtu nga adhurimet më të mëdha me të cilën një vepër shumë e madhe që afrohet njeriu në këto 10 e parë të Dhulhijhes, që afrohet te Allahu xhel xhelaluhu dhe që është shumë e veçantë dhe shumë e madhe në shpërblim, është agjërimi i ditës së Arafatit. Ditë e veçantë që do të vjen dhe jemi në prag të asaj dite që me të vërtetë një besimtari që ka një grimc iman në zemrën e tij nuk e lëshon këtë vlerë të madhe të cilën Allahu xhel xhelaluhu e ka caktuar në këtë ditë, e cila është dita e Arafatit, dita më e mirë dhe më e vlefshme nga ditat e Allahut xhel xhelaluhu. Këtë na potencon hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që transmeton Ibn Khuzaime dhe Ibn Hibbani, që tha se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë nuk ka dita më të vlefshme edhe më të virtutshme dhe më të dashur te Allahu xhel xhelaluhu se sa dita e Arafatit. Ditë ku Allahu tha ju mburret me laçeve të tij, me njerëz të tokës ju mburret banorëve të qiellit. Allahu xhel xhelaluhu të mburret. A thua në ditën e Arafatit unë dhe ti do të jemi nga ato pjesëtarët që të cilët do të mburret Allahu xhel xhelaluhu me ne? A thua do të jemi në karavanin e agjeruesve të cilët do të agjerojnë këtë ditë, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha mbonja mend vlerë të madhe dhe shumë herë kemi përsërit, edhe për cjellje dhe dashamirit ton të cilën e don për hir të Allahut, që ai mos ta humb kish problem të madh, se na jemi shumë të nevojshëm o vëllezër që na ta arrijm këtë mirësi të madhe dhe këtë vlerë të cilën tha pejgamberi sallam, hadithin që transmeton Imam Muslimi nga Abu Qatada al-Ansari radhiyallahu anhu, tha siyamu yawmi Arafa ahtasibu ala Allahi azza wa jalla an yukaffira as-sanata allati qabla was-sanata allati ba'da. Agjërimin e ditës së Arafatit, tha pejgamberi sallam, e llogaris te Allahu xhel xhelalu që të i fal mëkatet e një viti të kaluar dhe një viti të ardhshëm.
A thua ndonjëri prej nesh e neglizhon këtë mirësi të madhe të kësaj dite, që të falen mëkatet e 2 viteve të plotë. Mëkate kemi sa të duash. Me një ditë Allahu xhel xhelalu të t'i falë. Dhe është dita që mas shumë t'i tha Allahu xhel xhelalu, liron qafa nga zjarri i xhehenemit. O vëllai dashur musliman, mos e neglizho këtë ditë, edhe agjërimin e kësaj dite, po të jesh në karavanin e atyre të devotshmive, të cilët do të bashkohen në këtë ditë me agjërim edhe me vepra të mira. Dhe këto ditë lutim Allahun xhel xhelalu që Allahu të na mëson të shfrytëzojmë nda nga koha jote dhe dil në shtëpinë e Allahut, e bën dhikr sa më shumë dhe bën adhurim, e bën ibadet, e jep sadaka çka të kish mundësi nga veprat e mira, se janë shumë të dashura në këto ditë të Allahut xhel xhelalu. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullahi wa lakum wa aqimus salat.